Të rinjt shqiptar janë ata që punojnë me orare më të zgjatura në krahasim me vendet e tjera të rajonit dhe Evropës. Sipas një raporti të Eurofound, në vendet e Ballkanit Perëndimor mbi 30% të rinjve punojnë me orë të gjata pune. Shqipëria ka numrin më të lartë të rinjve që punojnë më shumë se 48 orë në javë. Konkretisht 58% të tyre punojnë më gjatë se orari zyrtar i punës. Gjithashtu vendi ynë ka nivelin më të ulët të rinjve që nuk marrin një orë pushim nga puna. Direkt pas nesh vjen Kosova me gati gjysmën e të rinjve që punojnë me orë të zgjatura. Pavarësisht se numri i të rinjve shqiptar që punojnë më shumë se 48 orë në javë është më i lartë si atyre nga rajoni dhe Evropa, të dhënat nga raporti tregojnë se sërish shqiptarët bashkë me maqedonasit janë ata që dinë të balancojnë më mirë punën me angazhimet familjare dhe sociale në krahasim me Bashkimin Evropian. Sipas statistikave, 84% të rinjve në Shqipëri nuk e kanë të vështirë dhe janë në gjendje të bëjnë një balancim të duhur midis punës dhe angazhimeve familjare apo shoqërore. Gjithashtu, edhe pse punojnë me orë më të zgjatura, shumica e të rinjve në vendin tonë nuk janë të detyruar të punojnë me shpejtësi apo me afate të ngushta kohore. Edhe përsa i takon punëve të përkohshme, të rinjt shqiptar kanë pothuajse 4 herë më pak gjasa të angazhohen në punë të përkohshme, pra për një periudhë të shkurtër kohore se sa të rinjt në Bashkimin Evropian. Nga ana tjetër, Eurofound në një anketim të realizuar me të rinjt shqiptar që studiojnë jashtë vendit, del në përfundimin se gjysma nuk duan të kthehen më të punojnë në Shqipëri. 50% e tyre do të ktheheshin vetëm pasi të kishin ndjekur arsim të mëtejshëm ose të kishin punuar një farë kohe në një shtet të huaj. Megjithase lidhjet familjare apo dëshira për të kontribuar në vendin e tyre mund të jetë një arsye për të kthyer, sërish ata zgjedhin të ndërtojnë jetën e tyre jashtë vendit.